Ekipi i volejbollit të femrave të Vllaznisë po kalon një sezon të vështirë teksa aktualisht rënditet në vendin e 6 të kampionatit. Kuqeblut kanë zhvilluar deri tani 9 ndeshje, duke regjistruar vetëm 3 fitore dhe 6 humbje, çka e ka bërë të domosdoshme ndërhyrjen në merkato. Në fillimin e këtij viti, drejtuesit e klubit kanë nisur lëvizjet për të përforcuar skuadrën. Ditët e fundit ekipi i drejtuar nga trajneri Dorian Tafa ka shtuar në organik 2 volejboliste të huaja, bëhet fjalë për 2 lojtare amerikane, Madeline Batiz dhe Gjada Stackhouse, të cilat luajnë respektivisht në pozicionin 4 dhe në atë të diagonalistës. Të dyja volejbolistët kanë bërritur tashmë në Shkodër dhe kanë debutuar me fanellën kuqeblu në ndeshjen e fundit ndaj Korabit, të zhvilluar në fundjavë. Përforcimet e reja kanë ndikuar pozitivisht në lojën e skuadrës, duke e bërë Vllaznin më të kompletuar në të gjitha repartet. Ndërkohë, mësohet se në ditët në vijim pritet t'i bashkohet ekipit edhe një volejboliste braziliane. Qëllimi i këtyre afrimeve është sigurimi i fazës play-off, por edhe tentativa për të futur mes 4 ekipeve më të mira të kampionatit. Nëse ky objektiv do të realizohet, mbetet për të parë në vazhdimsi të sezonit.